Kur të tjerët largohen nga rreziku, ata afrohen për ta sfiduar atë, duke vënë në kontroll flakët dhe duke rrezikuar jetën për të shpëtuar të tjerët. Në kuadër të ditës kombëtare të zjarfikësve, TV Channel sjell historinë e komandantit të shërbimit në repartin e zjarfikësve të Shkodrës, Edison Suma, numëron mbi 2 dekada në shërbim, duke ndërhyrë në situata të vështira zjarresh dhe emergjencash për të shpëtuar jetë njerëzish. Për të, ky nuk është thjesht një profesion për të siguruar të ardhura, por një mision që buron nga zemra. Për mu nuk është thjesht profesion. Unë nuk e bëj këtë punë se jam i paguar për këtë punë. Unë e bëj sepse është puna, është zemër për mu. Është diçka që është marrë me jetë. Kam të nevojshme me bëj këtë punë. Nihem mirë kur e bëj këtë punë. Nuk është aq free sa duket në fjalë. Normalisht fillimi i ditës punës është pjesën e rutinë që kemi ne, siç fillon çdo lloj pune që gjanat më elementare që fillojmë kontrollin e automjeteve. Gjitha pajisat janë funksionale, janë marrë kushteve të gatishmërisë. A mund t'i përgjigjemi ne për një situatë emergjente? Edhe është një punë që kërkon angazhim, kërkon impenjim. Edhe duhet të jesh gjatë gjithë ditës, duhet të jesh i gatshëm, sepse kjo është një punë që gjithmonë është surprise. Ti kur nuk e din sepse kur kanë njerëzit nevojë për ty. Pra ti duhet të jesh gjithmonë gati. Ai rrëfen se momentet më të rënda janë ato ku ndërhyrjet shoqërohen me viktima, qoftë në zjarre apo aksidente, situata që lën gjurmë të thella emocionale tek çdo efektiv. Raste mundem të thënë ato që ngelen me fjalë ose që i fokuson robi janë raste kur ka viktima. Po kjo jo për fajin ton, ama ashtu ka kanë për shumë arsye mundet me ndodhë që mund të kesh viktima, mund të kesh papritëna, mund të kesh pse jo, edhe dështime në zjarr. Siç po e them, jo për shkaqet e zjarfikësve, se sa për shkaqe të ndryshme që mund të jenë jo një bllokim rruge, jo një mos aksesim në ambientet, jo një shpërthim që mund të kenë ndodhur aksidenti shumë kohë më përpara se sa të mrrim ne aty. Ka pas raste që edhe mërzitem. Ka raste që unë kam nevojë ta bëj një ditë pushim, të shkputem. Ama është ajo adrenalina e punës, është ajo pjesa që të thash është diçka me zemër, diçka e mbrëmshme e jotja që ti ke nevojë me e bë. Nihesh mirë kur e bën, lollesh, bashpis, rrezikon jetën, ama në fund ka një rezultat, ka diçka që dikush të falenderon. Edhe për mua kjo është kënaqësi në veti. Komandanti thekson se pasioni për këtë profesion dhe ndjenja humanizmit janë vlera që i ndan edhe me familjen e tij. Njëkohësisht ai apelon për më shumë kujdes nga ana e qytetarëve, duke kujtuar se përballë flakëve është gjithmonë në lojë një jetë njerëzore, ajo që shpëtohet dhe ajo që vihet në rrezik nga ata që ndërhyjnë. Histori si kjo shërben si momente reflektimi dhe mirënjohje për të gjithë zjarfikësit, të cilët në çastet më kritike janë në vijën e parë për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve. Ta them të drejtën, gjatë periudhës verës, sidomos unë nuk jam i zoti me bë një ditë pushim me familjen time për shkak të zjarreve. Çdo person kur e sheh një zjarr, ai gjithmonë ka tendencën të largohet. Besoj që kjo e shpjegon gjitha, kur tjerë të largohem, ne afrohemi aty, ose hyjmë mbrapa. Ndoshta ka herë me kanë zjarfikës është nuk du me paraqitue asnjë lloj profesionit. Një doktor të shpëton jetën, ka në dorë me të shëru, ama një zjarfikës edhe të shpëton jetën, ama të bërnë edhe pronën.